الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريمي تكون الله سبحانه وتعالى باچا مشير الله لutjet me të mira qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët kanë ndjekin dhe do të vazhdojnë të ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, ata të cilët kanë prezantuar, domethënë nga fillimi i ligjëratave, po ashtu edhe domethënë hutben e xumas, e keni pasur se pinë fillim janë marrë vetëm me dy tema. Njëra ka qenë kontrollimi dhe mbajtja e vetvetes, kontrollimi i nefsit, dhe tjetra ka qenë arritja e qëllimit të adhurimeve, gjithsesi arritja e qëllimit të agjerimit. Se para, se e dyta janë prej urtësive të këtij muaji, prej urtësive të ibadetit, si kontrollimi i vetes, ashtu edhe arritja e takvallukut, por duhet pasur parasysh. Për të arritur këta, duhet që ne si besimtarë çdo herë të shoqërojmë një cilësi, të cilën Allahu subhanahu wa taala e ka përmendur tepër në Kur'an dhe atë e ka përmendur në forma të ndryshme. Thot Imam Ahmedi e ka përmendur dikund 90 herë, ndërsa për dietarëve të mëvonshëm, pas kërkimeve që kanë bërë dhe sinonimeve që i shpreh kjo fjalë, e kanë thënë se është përmendur 103 vende në Kur'an. Ai është durimi dhe sabri, vëllezër. Nuk mundena ne të arrisim të shtrëngojmë veten tonë, e as të arrisim takvallukun nëse ne si besimtar nuk arrim që ta mësojmë veten tonë që të bëjmë sabër. E ka përmendur Allah subhanahu wa taala 103 vende në Kur'an, ndërsa shumë adhurime tjera dhe shumë ndodhi tjera ndoshta e ka përmendur 1 herë ose 2 herë ose 3 herë ose 5 herë. Këtë e ka përmendur 103. Se për mi kry adhurime duhet sabër, për mu ndal nga harame duhet sabër, për mu boj mirë duhet sabër, për me shtrëngu veten duhet sabër, dhe për të arrit qëllimin e adhurimeve duhet sabër. Është e vërtetë se njeriu në këtë dunja kalon në për sprova të ndryshme, kalon në për probleme të ndryshme. Pa marrë parasysh a janë sprova të dunjas apo janë sprova që ndëlidhen me veprat e ahiretit, patjetër që sabri të jetë mesin tonë. Patjetër që sabri të jetë cilësia jona. Allah subhanahu wa taala thot: ndihmonuni me çka? Bi sabri was salah. Se ndihmonuni me durim dhe namaz. Allahu është me kënd me durimtarët. Çka ndodh problemi vëllezër të ne si besimtar? Shpesh herë ne bëjmë sabër deri në momente të goditjes, ku në godet një sprov pak më e rëndë, ne dështojmë. Kjo është si në çështjet e dunjas, edhe unë do të marr një shembull që do t'ja lidhë me ahiretin. Në çështjet e dunjas ti punon, ke punë. Ndodhet një sprova të jem firm, ti thotë çka? Leket. Nuk bëhet kjo. E lën komplet. Nëse e lën komplet ke me dështu. Po nëse je i durueshëm dhe ballafaqohesh me këtë problematik dhe e kalon në mënyrën më të mirë duke bërë durim, do të arrish sukses. Nëse ti nuk jetë nga durueshmit, dije se Allah subhanahu wa taala këtë sukses do t'ja jep dikujt tjetër. Kjo është edhe në çështjet e fesë, vëllezër. Në çështjet e fesë, nëse Allahu subhanahu wa taala neve dëshiron me na ngrit, sikurse një shembull dunjas të marr. Dikush ka këto veturat sportive çka janë, dhe i teston për me dalë në pistë. Në momentin që e teston normal, pak më shumë i jep turash, pak më shumë e shtyp, me njëherë e bën i hyp temperatura. E gjun ujin. Kështu janë ana. Kur don Allahu subhanahu wa taala me disa sprova me na ngrit, neve me njëherë na hyp temperatura. Neve me njëherë na del uji. Ne me njëherë dështojmë, edhe përsëri mbesim test.
në test. Kur s'mundena me dalë në pistën aty në njerëzve të cilët garojnë për ta fitu kënaqësinë Allah subhanahu wa taala. Në pistën atyre që ishin të dërueshëm dhe dëshmuan veten e tyre. Allahu subhanahu wa taala ju thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabeve ju thot nëse të teku bëni besimtar të mirë dhe bëni të dërueshëm, e kaloni këtë testin dhe delni në pistë, Allahu subhanahu wa taala wa yamditkum rabbukum bi 5000. Allahu kam ju çu juve 5000 melek të përgatitur për luftë ndihmë, jo njerëz, jo shoqni, jo, 5000 melek special për luftë. Njësi speciale për luftë, melek ju çoj. Ama në momentin kur ju të bëni të mirë, bëni të devotshëm, edhe i kaloni testet e durimit të cilët duhet mi kalu. Vëzër, ka ardhur në Bejatul Aqaba, kanë ardhur ja japin besatimin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kanë qenë 72 persona, 73 burra edhe 2 gra. Vinë ja japin besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ne kena me të mbrojt, ne kena me të ndihmu, ne jena me ty, dhe qohet mesin e tyre një pit mençurve të tyre, Esat ibn Zurara, dhe i thot, o burra, ka dal pak. Si ju po shpejtoni, ta japin besën e Rasulullah, ka dal pak. Thot, a dini çka jeni të fol? A dini çka jeni të thon? Bëhet fjalë për kam, për ansarat apo? Thot, ju thoni se o Muhammed, o i dërguari i Allahut, ky ka qenë mesin e tyre, a më ka dashur me të treguar aty se veprën çka ju jepni besën duhet me nejt mas asaj. Ose thuj o vëlla se ne bajune. Le mund në fund safit se s'jamone për këtë. Dhe i thot, a e dini çka jeni duke thënë? A e dini për çka jeni duke thënë besën? Thot, ju jepni besën se ju jeni të gatshëm mi pranu shpatat e gjithë arabëve që kanë më çu kundër juve. Dhe shigjetat e arabëve që kanë më drejtu kundër juve. Dhe jeni të gatshëm me i fliju më të shtrejtit e juve, më të trimat e juve, për me mbrojt Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Thot, a jeni të gatshëm? Çka i thonë ansarët? Thot, wallahi, nuk ja them besën Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Si ju hyp temperatura vëllezër. Jena të gatshëm. Ose e kena rastin luftën e Hunenit. Qohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam as luftës Hunenit që ka ndodhur me thonë në anën e Mekës dhe ja shpërndan Kurejshve ato pjesët e plaçkës së luftës që kanë mbet, ja shpërndan ansarët smarin. Dhe qohen një farlloj proteste derisa arrin fjalat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I thënë, ja Rasulullah, ma neve s'na ke dhone, gjithë kena marrë pjesë, ne kena ardhur pinë Medine për këtë luftë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëzër dëshmon vendosmërinë e tyre dhe gatishmërinë e tyre për të duruar me një fjalë. I thot, a nuk jeni razi që ato mi marrë çështjet kësaj dunjaje, deve, pasurisën, ndërsa me juve me ardhi dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Thot, pranuam ja Rasulullah. Durim vëzër. Durim. Do t'ju marr shembull nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por edhe nga jeta njerëzve të mirë që të mos zgjatet shumë. Enesi e ka shërby pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E ka shërby njeriu më të mirë që ka shkelë në sipërfaqen e tokës. Dhe tregon Enesi, thotë, kam shërby pejgamberin sallallahu alaihi wasallam 10 vjet për çdo ditë. Për çdo ditë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot, për 10 vjet kur se më ka thonë kur e kam bërë diçka pse e ke bërë kët. Kur se kam bërë diçka pse se bën kët. Mirë, si o mendja. A ka gabuar për 10 vjet? Vesh që se kishte qenë melek, s'kishte pas mundësi me gabu. A s'ka gabu? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur se ka qortu.
Kur se ka qërtu, as ka mujtë me thonë, ti e të e shërby njeri unë më të mirë, dërguarin Allahut, njeri për të cilin melekët e rinë shërbime, njeri cilin e ka përmendë Allah subhanahu wa taala krahas emrit të tij, njeri cili do të bën shefat ditën e gjykimit, njeri që e ka zgjedhë Allah dhe që i ka kalu gjitha këto sprova dhe ka dëru për këtë rrugë, dhe ti nuk i rrin gati, as ka mujtë me thonë, kur si ka thonë. Që se ka qenë diçka për me mësu, ka shku e ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Aisha, gruaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. As ka ndodhur kur ja ka qu gruaja tjetër, Ummu Seleme ja ka qu një ushqim kur ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam musafir në shtëpinë e Aishës, ja ka prua e shërbetore, ka marrë Aisha dhe nga shqetësimi kur e ka pa atë shërbetorin ja ka shtyr dhe i ka rënë tokë para musafirëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithë këtë ndodhi që më na ndodh neve, quhet trimi para musafirve rreth gruan e tij. S'po flasim për fjalë, edhe në fund thot na jena shqiptar, se na bën neve, se na si jena arab. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu më i mirë, gjithë këtë skenë e mbyllen me një fjali. Po shihni, çdo sent mbyllet me një fjali këtu. Gharet ummukum Aisha. Kishte xhelozi nëna juaj Aisha, pik. U kry, supermend mo. Edhe u qumi mbledh ato pjesat e pjatës. A nuk është këtë dorim? A nuk është këtë shembull se si duhet me qenë muslimani? Ne kur themi ehli sunet, pasus sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për çfarë sunet jena duke fol? Për cilin sunet jena duke fol? Ku është sjellja jonë sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Ku është durimi jonë sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Ku është butësia jonë sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Ku është sinqeriteti jonë? Ku është qëllimi jonë? Ku është? Kujtohet një herë kur isha atje në fillim këtu, një për gjematit e boshnjak, më thoi ke, hoxha, kom një pytje, a be këto, ovi kažu ehli sune vel gjema, thë këto thojnë ehli sune vel gjema, thot, as sunetet si falin, as me gjemat s'falin, thot, qëfar sune vel gjema? Edhe kjo është realitet vëse. Pretendimi është diçka, realiteti, krasimi jonë me jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është diçka tjetër. Omer ibn Abdulazizi, a dini ka qenë duke ecë në terë në për xhami, ka qenë pris, ushtria mas ti. Ka qenë një njeri fjet në xhami, këtu i ecë ka dalë mu interesu për gjendjen e muslimanëve. I bjen gabim atij me kam, tu ecë, se shef terë. Qohet ai thotë me xhnunën end, ka thonë ti a budalli, ai çmendur je. Omer ibn Azizi prisi muslimanëve ushtria mrapa, ato më njëherë aktivizohen, ka thonë jo, nuk jam. Edhe vazhdon rrugën. S'jam vlla. Ato i thonë si e toleron me të thonë një njeri ai çmendur prisi muslimanëve, po jo vajm veti. Veti ai budalla ai çmendur i thash s'jam, edhe vazhdoi rrugën. Kështu kanë qenë vëllezër ata. Dhe do ta përfundoj me rastin e Aishës, që është prej rasteve më të prekshme dhe më interesante që mund t'i gjejmë në historikun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në rastin kur e kanë akuzu nanën tonë Aishën në nderin e saj. Qëndron ajo në shtëpinë e saj dhe pret pafajsi. Pret ta pafajson pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk e pafajson. I thot babës vetë, o babë fol, ti e din kënë e ki vajzë. S'folën. Pret pinan e saj, s'folën. Pret prapi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk po flet. Kalojnë ditët, kalojnë netët, kalojnë ditët. Derisa thot Aisha, Allah në bashkoft në ata në gjenetet. Thot, kum qajt aq shumë, sa që mu nuk isha lot. Dhe shpresoja pastrim vetëm për Allah subhanahu wa taala. Kërkush s'ma mon krahin mu. Kërkush s'ma mon krahin. Dhe në fund thot, unë s'kom përgjigje tjetër. Vetëm se si ka thonë baba i Jusufit, alayhi salam, sabrun jamil. Wallahu musta'an ala ma tasifun. Do të duroj ashtu bukur siç më ka mësuar Allah subhanahu wa taala. Dhe mjafton mu Allahu ndihmës për atë që ju mu ma përshkruni.
zbret Allahu subhanahu wa taala ajete vëllezër në surën An-Nur, sure zbret për Aishen dhe për pafajsinë e saj. Dhe thotë wallahi kur s'kam mendu se kam përmend me Allahun Kur'an, se jam shumë e ulët dhe jam shumë e dopt dhe nuk jam unë aq me pozit që mu përmend librin e Allahut subhanahu wa taala. Por përmendja që mu përmend deri në ditën e gjykimit e erdh me çka? Me dy sende. Me durim dhe mbështetje në Allahun subhanahu wa taala. Me sabër dhe mbështetje në Allahun subhanahu wa taala. Dhe përmendet deri në ditën e gjykimit. A dini sa vjet i ka pas? Sa vjet i ka pas Aisha? 14 ose 15 vjet. 14 ose 15 vjet. Po ka qenë edukuar me edukatën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj vëzër, duhet jena durueshëm. Duhet me kallëzu sabër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë nuk është trim ai i cili kthen kur nervozohet. Trim është ai kur mundet e mban veten e vet. Bëhet durimtar, se ne dëniherë bëna durimtar me zor. Por nuk është kjo ajo që të përmendet, nuk është kjo ajo që të vlerësohet. Jusufi alayhi salam e kanë hedhë në bunara, ka bë sabër? Ka bë sabër, me qefa me zor. Me zor ka bë, s'ka mujt me dal. Tamam, me rastin e grus të mbretit, a ka bë sabër? Ka bë sabër. A me qefa me zor? Me qef, se s'ka s'keni detyrum. Cëllën ja ka përmend Allahu në Kur'an? Për çka është lëvdu? Për këtë ku ka pas mundësi. Për këtë ku ka pas mundësi. Për këtë ku ka pas forcë. Na bëjnë adurim, a di kur bëjnë adurim na? Kur s'kena çka me bë tjetër. Kur i provoj gjitha mundësitë në fund thotë, ja valla po bëj sabër. Ja, nuk është kjo po bëj sabër. E sabru inda darbeti l'ula, thënë. Sabri është goditjen e parë, sikur sa i rasti kur e sheh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atë gruan duke qatë vori për fëmijën e saj, i thot ke frikë Allahun bën sabër. Thot lebe se ty s'ka ndodhur, çka më ka ndodhur mua. Lebe se dinti çka është. Pastaj i tregojnë ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, si ja ke kthyn këtë mënyrë, shkon ke dera e godit, i bjen derës, si thotë ja Rasulullah, po se kom ditë se je ti. Ka thonë nuk ka lidhja unë jam, sabri është në goditjen e parë. Lutë Allah subhanahu wa taala na bën neve pasues pejgamberit sallallahu alaihi wasallam real. Lutë Allah subhanahu wa taala na bën neve ta pasojmë këtë shëmbulltyr të cilën na ka lënë Allah subhanahu wa taala. Dhe mënyrën si është sjell ai, sillen edhe na. Mënyrën si ka vepruar ai, veprojmë edhe na. Wallahi nuk jena më të ngritur se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka duru jo muslimanët. Ka ardhaj muslimani, ka kapa i beduini për fyti, ja ka bo shenjë, ka thonë me pi pasurisë që ju ka thonë Allahu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jepni. Vjen ai tjetri urinon xhami, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam leni. Vjen ai tjetri i thot ke frikë Allahun, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kush tjetër e meriton më shumë me pas frikë Allahun se sa unë. Kur nuk është tregu i padurueshëm. Dhe thot Aisha kur në jetën e tij se ka godit kërkant. Kur s'ja kam shu kërkuj, përveç kur ka dalë në luftë, atëherë ka dalë si burrat. As fëmija, as math, as grua, as burr, as kërkan. Kështu ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të cilën ne thojmë se e pasojmë, të cilën me cilën e shpresojmë se do të ngjallen ama të ditën e gjykimit. Lutë Allah subhanahu wa taala të na përmirëson gjendjen tonë. Lutë Allah subhanahu wa taala të na vëdison neve që me të vërtetë ta pasojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si shëmbëltyr tonën. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam.